edhe këtu tashmë siç lajmërova kam edhe Jetni Rexhepin, i cili është drejtori i ansamblit të valleve, të këngëve dhe valleve popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë, me të cilin do të flasim sigurisht për koncertin e sotëm. Përshëndetje, faleminderit shumë që ndat kohë, se e ditë që tash me këto përgatitje jeni bashkë në fund, në orët e fundit le të themi të koncertit, kështu që faleminderit shumë që jeni pjesë. Përshëndetje edhe juve, faleminderit shumë që na bën ftesën dhe gjithmonë që na përkrahni. Faleminderit, kënaqësi për ne gjithmonë. Më tregoni pak si janë duke shkuar përgatitjet e fundit për të filluar edhe koncerti. Besoj që tashmë janë mbaruar të gjitha ato përgatitjet kryesore, veç më kanë mbet ato emocionet. Nuk është e lehtë për të organizuar një koncert të tillë, sepse ka shumë doajen këtu. Nuk janë vetëm të cilat ata njerëz ne e kemi zgjedh, por shpresojmë që të ardhmen do të vazhdojmë edhe me të tjerë të cilët do të ngelin, sepse unë përgatiti një kanente të thonë tu a bësh që të ta bëjnë. Sigurisht. Që edhe mu dikush tjetër të ma përgatitë një koncert. Është shumë e vështirë për të marrë me këtë organizim, por ja kemi dalë me bashkëpunëtor edhe me njerëz të cilët e duan folklorin shqiptar dhe këngën artistike. Sigurisht. Më thoni një herë edhe si lindi ideja pikërisht për të risjell edhe këngëtar apo emra të cilët sigurisht kanë dhënë shumë një kontribut të madh për trashëgimin tonë kulturore. Këta njerëz të cilët i kemi ne, që do t'i shpalosim pak më vonë, duke biseduar, janë njerëz të cilët duhet ne t'i shfrytëzojmë. Do me thënë, për shfrytëzim në kuptimin e mirë të fjalës. Sepse ata janë aset kulturor, edhe vëllezrit të cilët do të vinë, po i shpalosin vëllezrit Dervishi, vëllezrit Sejdiu dhe i madhi dhe ikona e këngës Haxhi Maqellara. Dhe këta duhet të shfrytëzohen sepse kanë, secili prej këtyre e ka një stil të kënduarit. Dhe neve na duhet si rini që ta kuptojmë, ta shohim çfarë do të thotë kënga e pastër shqipe. Sigurisht. Ju e tha që ne sigurisht kemi shumë doajen për të cilët ne mund të bëjmë koncerte dhe për hir të tyre sigurisht, po si u bë pikërisht për zgjedhja, kush e mori vendimin pikërisht që të bëhet për zgjedhja e pikërisht këtyre emrave? Duke pas parasysh që të shkojmë tek pjesa e Kërçovës, sepse janë këngë që s'mund t'i këndoj askush më mirë se vëllezrit Dervishi. Duke pasur parasysh që vëllezrit Sejdiu kanë kultivuar këngën pologiane dhe pikërisht i kemi marrë vëllezrit Sejdiu dhe unë që jam rrit me këngët e Haxhi Maqellarës që kam pas gjithmonë idol, edhe prandaj e kemi zgjedh ta këngëtar. Në fakt edhe një kombinim shumë i bukur, sepse siç tha do të ketë këngë kërçovare, le të themi që vinë me frym nga Kërçova, tetovare, por gjithashtu edhe dibrane, sepse ai Haxhi Maqellara në fakt është pikërisht edhe prej Dibre, kështu që do të jetë një kombinim shumë i mirë i gjithë kësaj. Kam pas një për vëllezrit Sejdiu, për çdo këngë respekt pafund, por vëllezrit Sejdiu në vitin 1993, kur kam qenë shumë i ri, ata më kanë marrë edhe më kanë bërë një CD me këngë qytetare që unë asnjëherë nuk u harroj, po erdhi koha që t'ua kthej. Kështu shkon atë që e thatë në fillim, të bëjmë diçka që t'na kthehet ose edhe ju ta ktheni sigurisht. A mund ta tregoni, sepse ne pam një biografi të shkurtër për vëllezërit Dervishi, për vëllezërit Sejdiu, por gjithashtu edhe për Haxhi Maqellarën, por a mund ta tregoni pak më shumë detaje për këto, për muzikën e këtyre e cila përçohet brez pas brezi? Do të nisi si person që sigurisht ju i ndiqni edhe... Do të nisi me këngën e Haxhiut, që ne kemi përgatit sonte këngën e Haxhiut me kor. Ju krejt e dini këngën Lulkuqja e Kosovës, kështu që ajo këngë është një këngë pelë, që kushdo që e dëgjon edhe i kujtohet rinia, i kthehet shumë pas. Se i përket këngës Haxhiut dhe materialeve të cilat i ka bërë Haxhiu, kështu që janë këngë që nuk zaventësohen më asnjëherë. Po për gjithë këngë, domethënë, edhe për vëllezrit Dervishi që e citova më herët që
këngët e vëllezërive Dervishi, këngët e Kërçovës, që janë ato zërat që i mbajnë, askush s'mund sot t'i mbajë. Unë sa shoh rinia nuk është duke u marrë me këto këngët autoktone, t'i themi, që t'i ruajmë si vlerë shqiptare. Edhe kënga e Pollogut është e njëjta, që kanë kultivuar me vite, me radhë, shumë këngëtarë të ndryshëm, por atë vullën u a kanë dhënë vëllezërit Sejdiu. Kështu që unë mendoj që sonte të vinë në koncert edhe të ndjekin drejt për së drejti këngëtarët. Çfarë të pres publiku, duke qenë se mund na ndjekin tash dhe na ndajnë shumë pak orë edhe nga koncerti, mbase sa të mbarojë emisioni do të nisen edhe për te teatri shqiptar sigurisht edhe njerëzit. Çfarë do të pres publiku, këngë, valle? Ne sot kemi bën të them një buket, një potpori, një buket me lule shumë të bukura. Domethënë kemi marrë nga Kërçova, nga Tetova, si ishte më parë, edhe nga Dibra. Sonte do të ndjekin këngën Bylbyli nga Kërçova, që do ketë një këngë a cappella, do jetë Po të boj rigja, edhe kënga e fundit, domethënë që do jetë edhe një këngë Qaf gjata, është një këngë, shumë këngë e bukur, shumë këngë e mirë që kështu me fjalë s'mund ta them, por duhet dëgjohet drejt për së drejti. Sa i përket vëllezërive Dervishi, vëllezërit Sejdiu e kanë njëkohësisht një këngë a cappella Vjeshto moj virane. Unë do shkoj në gurbete Majro tajtë të lonte baba, edhe e kanë vajzë bukur tetovare, sepse jam nga Tetova. Unë jam krenar që ato janë nga Bozovca, edhe unë rrjedh nga ai babën, më thënë baba ime është nga Bozovca, kështu që edhe unë jam nga Bozovca. Edhe këngët e Haxhiut janë Lulkuqe Kosovës, Nusja Maleve, edhe do jetë edhe kënga Më pëlqen të jem arshik. Dhe normal që do ketë vallja e Kërçovës, në bashkëpunim me këngëtarët e Kërçovës, njëkohësisht edhe vallën e Jugut, pjesë e fundit. Pra do të ketë gjëra të bukura, sepse unë edhe në fillim të emisionit sigurisht që e përmenda në hyrje thash që do të kemi tash festat e nëntorit dhe do të jenë të mbushura me evente të ndryshme, megjithatë nuk ishte pse të presim nëntorin, festat e nëntorit, sepse edhe kjo do të jetë diçka që do të na sjellë në atë frymën tonë, në prak të nëntorit sigurisht, që do të na sjellë në atë frymën tonë kombëtare me muzikë popullore e shqiptare. Do të ketë edhe artistë të rinj të cilët ecin në fakt normal që do të ketë komplet ansambli i këngëve dhe valleve të Republikës Maqedonisë, por do të jetë edhe djali i Aziz Dervishit, Urani, i cili do t'i ndihmojë babit. Sigurisht. Është një, domethënë, na trugën e babit shkon, kështu që për ne është shumë interesante, njëri që do të këndojë këngët e Kërçovës, ku janë shumë të këngë që nuk mund të zaventsohen. Unë, sipas meje, vëllezërit Dervishi janë aset kulturor. Normal edhe vëllezërit Sejdiu në aset kulturor, por edhe Haxhiu është një ikon e këngës që i mirit me ato këngët. Pra ato do të jenë pjesëmarrës, por pak më herët më tha që Haxhiu sigurisht nuk mundet për shkak se është në Amerikë dhe Haxhiu normal është pak me në gjendje shëndetësore jo të mirë, por është bën një falënderim, ka bën një deklaratë që do ta ndjekim në koncert. Por nuk do të thotë që Haxhiu nuk është mes neve. Do të jetë aty prezent. Ai është gjallë, shëndosh e mirë, normal, tash është mosha e bën veten, por për ne do të jetë gjithmonë ikon dhe në zemrat tona, kështu që ne këngët e Haxhiut ne do t'i këndojmë. Pra do të këndohen nga vetë ansambli? Nga ansambli, nga grupi i ansambli. Sa kohë ka marrë përgatitja një koncerti të tillë, sepse thatë më herët që nuk është e lehtë të përgatitjet një koncerti të tillë? Pas zakonisht ne kur shohim në televizor, 1 orë program, na vjen shumë kollaj. Sa bukur për 1 orë program më bë shumë mirë, kaloj mirë. Por kjo 1 orë program është 1 vjet program. Ne çdo ditë shkojmë punë dhe çdo ditë merremi me çka punë. Kështu që nuk është e lehtë, por kur është një jetë i mirë, ja dalësh. Sigurisht, atë në fakt desha të them edhe kur e bëra edhe pyetjen, sepse gjithmonë publiku kënaqet me atë, por nuk e din ato vështirësitë që ka prapaskenat. Sa ka qenë edhe mbështetja t'ju pyes pikërisht edhe për këtë koncert, edhe në përgjithësi sa është mbështetja për ansamblin e këngëve dhe valleve shqiptare në vendin tonë?
Mbështetja në fakt ne kemi me projekte në kuadër të Ministrisë Kulturës dhe qatë projekt që kemi nëpërmjet asaj shkojmë. Unë ende nuk kam kërku askund, me thënë sponsorim të askush nuk kam kërku, kështu që me atë buxhetin që kemi, me qatë buxhet do ta bëjmë. Do t'i rujmë për më të tjerë pakës. Sigurisht. Më tregoni pak çfarë domethënie ka edhe për ju personalisht, sepse edhe ju në fakt jeni nga ato emra të cilët e përçoni trashëgimin kulturore, le të themi, edhe muzikën e bukur, folklorin shqiptar e ruani dhe e trashëgoni edhe në brezat e rinj, kështu që jeni tek ato emrat që do të përmendet edhe tash, po që do të përmendet besoj edhe për shumë vite. Kështu që më tregoni edhe për ju personalisht, por edhe për ansamblin, sa të rëndësishme janë që emrat si Vëllezëri Dervishi, Vëllezëri Cejdiu, si Haxhiu, po edhe shumë të tjerë të risillen ko pas kohe në publikun tonë. Unë duke pas parasysh që shumë rinia kur merr një post, pavarësisht për posti, edhe i haron këto njerëzit të cilat kanë kultivu këngën qytetare, këngën autoktone. E theksova më herët që unë në Tetov kam bë korin e grupit Teuta, njëkohësisht në vitin 2005, kur e kam hap qendrën e kurseve të muzikës art klasik, në kuadër të asaj kam bërë dhe festivalin e këngës qytetare. Mirë po, dhe mundohem që çdo herë me brezat e ri që do vinë, mos e harrojnë Jetmiri, i cili ka themelu një kor në qytetin e Tetovës, një kor grash, që i quhet Teuta, edhe një festival i cili është mbajt gati 20 vjetë, dhe nuk du të harrohet as festivali, po as grupi, po edhe kontributi. Sigurisht. Duke shku pas kësaj, mendoj që nisim të mësojmë rinin, që duhet kujtohen ata të cilët na kanë dhënë një krah, apo një shtyrje, apo na kanë marrë për dorë, na kanë gjunë Xheladin Zeqiri, kam ardhur nga Xheladin Zeqiri. Kam qenë Xheladin Zeqiri me karrierë 33 vjet aty. Kështu që prej aty kam dalun. Dhe shumica e gjithë artistëve që i kemi në ansambël janë nga Xheladin Zeqiri, e janë nga Ibe Palikuqe, e janë nga Emin Duraku, jo rastësisht kanë punu këto. Më herët kanë punu ato më të vjetrit, ka që i kemi gjallë, ka që janë që kanë vdek, edhe jo rastësisht kanë punu për që këtë ditë. E nuk duhet harrohet kjo. Prandaj rinia duhet mësohet që të respektoj edhe të vjetrit. Sigurisht. Mendon që bëhet mjaftueshëm nëse marrim pjesën e rinisë, sepse ende ju kemi edhe emrat të tjerë prej shumë më herët që kanë filluar sigurisht të krijojnë koncerte ose të fillojnë me koncerte të festivale të ndryshme që sot janë gjallë për vite me radhë, por këto të rinj, sa e kanë interesimin për t'i vazhduar këto? Po, unë mendoj që kanë nis tash rinia, e kupton që kënga Pastor Shqipe është e jona. Normal, unë pse nuk i dëgjoj vetë këto muzikat R&B, për një qfarë, nuk do të thotë që edhe fëmija ime mos dëgjojë, por ta dije zanafillën nga vjen. Me thënë, ne jemi shqiptar dhe ne e kemi fillestar me qifteli. E mandoj nishim me harmonike, me piano e me violin. Kështu që e para është qiftelia, e mandej vazhdojnë. Sepse muzika nuk ka kufi. Nuk do të thotë se që ne të këndojmë strikt këtë, por të këndojmë të gjitha zhanret, por ta dim sepse ne tabani jonë është muzika shqiptare. Ne kemi shumë muzikë pastër shqipe me vlera shumë artistike, por ja që besoj që në të ardhmen do të rregullohet. Avash avash. Sigurisht, por sa jeni dakord edhe në këto muzikat e vjetra shqiptare popullore, kur vendohet diçka edhe moderne, që bëhet një kombinim? Absolutisht, unë edhe shumë herë në çdo emision kam dëgju disa këngë të cilët po e potencoj vetëm këngën, jo këngëtarin. Është kënga Thret Prezreni Mori Shkodër që e kanë bërë rock. Kështu që në rast se ne nisim edhe bëjmë muzikën rock, Thret Prezreni Mori Shkodër, e vim vaporat e bëjmë rock, e kujdi qfarë, diçka tjetër bëjmë rock, e këngën e Regjës e bëjmë rock, dhe fëmija im nesër nuk da kuptoje që ka qenë ndryshe muzika. Sepse evolimi i asaj, më fëmija e kupton që këtë muzika është tamam rock, edhe rock ka qenë. Ne duhet ta dim zanafillën nga vjen. Edhe me liq muzikor, sa që e di unë, thot vetëm 2 takte ke mundësi të bësh ndryshim, të vjedhish, që si thënë të vjedhësh, por jo komplet muzikën të ndryshosh, sepse hupet ajo kualiteti.
Prandaj ne duhet të ruajmë me vlerat artistike që i ka një këngë, duhet t'i ruajmë patjetër. Me çdo kusht, po normal, këtu tek ne nuk e di tash kjo ligji të drejtës autoriale, nuk e di a është në fuqi, po shpresoj të ardhmen kur do të bëhet edhe ligji i të drejtës autoriale, nuk do të kenë mundësi kështu gjëra të bëjnë, por do të presim, si kemi prit deri tash, do të presim edhe pak. Sigurisht, sepse mund të, si që thatë, mund të shtohen elemente moderne, por që jo t'i humb originaliteti. Jo, po i prishet ajo originaliteti këngës. Shembull, Vim Vaporat, tash, jo se unë e kam këndu dhe kam regullu, e kam rikomponu me 3 akorde, po besoj që ajo nuk është një ndryshim shumë i madh. Është një freski për këngën. Por të merret kënga Vim Vaporat të bëhet me gitare, ku di çfarë, Metallica, nuk është mirë. E vërtet, sepse ndryshon krejt atë që Krejt stili dhe harrohet ajo e vjetra në fakt që ka qenë dhe faktikisht humbet edhe tradita jonë, sepse muzika e cila ka qenë me qifteli, nëse bëhet tash rock, tregon që qiftelia mbase nuk ka ekzistuar pas një kohe. Do mendojnë të rinjt që nuk ka ekzistuar. Ne qiftelin duhet ta kemi të parin si instrument, sepse edhe unë, edhe gjithë këngëtarët dhe gjithë muzikantët që kanë nisë me muzikë merren, ata kanë nisë në fillim dhe fillesat e para i kanë pas me qifteli. Çdo muzikant e ka marrë qiftelin në dorë edhe ka nisë të dëgjoje tonin nëpërmjet qiftelisë edhe të këndojë. Sa të rinjt sot e duan qiftelin si instrument për ta luajtur, sepse shkojnë të këto instrumentet, sërish shkojnë të këto instrumentet pak më moderne, le të themi? Unë shoh që nuk ka interesim shumë, nisi prit e fëmijët e mi, kështu që, por ne si prind duhet të bëjmë që mos që fëmija jonë ta kuptojë çfarë do të thotë instrumenti i pastër shqip, i vjetër, i pari i joni shqiptar, qiftelia, mandej vjen sharkia, vjen fylli, vjen lodra, vjen defi, me këto janë instrumentet burimore, mandej ne kemi kavajt, s'kemi njerëz, kemi 2 të ri të cilët janë në gostivar, për çdo respekt ato djemt shumë mirë punojnë, edhe 2 kemi në Kërçov, kështu që duhet të vazhdojmë edhe ta kuptojnë njerëzit, edhe rinia ta kuptojë, sepse ne folklori jonë është kjo. Edhe nuk duhet të humbet. Të humbet, absolutisht. Sigurisht. Ju në fakt, sepse përmendet edhe më herët që keni qenë edhe le të themi themeluesi disa festivaleve, por gjithashtu edhe oktetin, se disha që ta përmend, por keni sjellë në jetë edhe oktetin, që është okteti vetëm shqiptar nëse zgabojnë. Po, kështu se i përket oktetit t'jemi shumë të drejtë. Unë kam dirigju korin e grave Teuta 20 vjetë, dhe pas asaj normal, nuk kemi dhënë hapësirë të rive që ta vazhdojnë, por nuk do të thotë që ne nuk jemi aty edhe unë ndihmojmë. Sa i përket oktetit, Arblindi me shokët, tash janë shumë se një përmendi, mos më zonë për të madhe, kishin vendosë të bëjnë një oktet dhe më thanë, mua ka unë që ta bëjmë një oktet, çfarë mendojsh? Unë nuk jam pjesë e organizimit atyre, por e kam përkrah. Ata e kanë, mendimi është i atyne, unë i kam përkrah edhe do t'i përkrah i deri në fund. Po nuk do të thotë që unë kam këndu aty në oktet, mirë po kur e mora pozitën, kështu që e kisha për detyrë, patjetër i kisha dalë nga okteti që të bim një zavendësim. Po nuk do të thotë që unë nuk këndoj, unë prapë vazhdoj të këndoj, sepse unë jetoj me muzikë dhe ushqehem me muzikë. Sigurisht, ne i kemi pas në fakt vitin e kaluar, i kemi pas në emisionin dhe ju kam përmend shumë të gjithë kam qenë në Gjermani, grupi oktetit, po. Kur ata kishin bën një emision, më kanë ftuar edhe mu, por s'kam qenë këtu. Më kishin lavdru, po, i dëgjova. Po, ju kanë lavdëru dhe kanë folë shumë mirë edhe bile kishte edhe disa shaka në fakt, por që janë të mahniqëm. Këtë duhet patjetër ta them, do jenë sonte në koncertin, do jenë pjesë e koncertit? Jo, pjesë e koncertit, jo, mysafir. Mysafir, sigurisht, mysafir do t'jenë aty. Më tregoni pak, sepse sigurisht folëm për koncertin, organizator është ansambli, më thoni pak sa ndikojnë edhe koncertet të tilla edhe për forcimin e identitetit të ansamblit, që ansambli është duke punuar sigurisht për cilë pikërisht të trashëgimi. Ju e keni ndjek hap pas hapi punën e ansamblit, kështu që ansambli ka pas një problem goxhat madh, që shpresoj që faleminderit pushtetarëve e njerëzive të dashamir, njerëz të cilët nuk janë parti, njerëz të cilët janë parti, njerëz të cilët janë shumë advetar dhe na kanë ndihmuar dhe ne i sistemum. Mendoj që janë 46 veta. Faleminder gjithë qka që kanë bërë dhe Ministria e Kulturës, personalisht Sedat Sulejmani,
me bashkëpunim me gjithat të tjerët të cilët i ka ekip. Ne tash kemi edhe 4 persona të cilët janë jashtë që kanë ngel, shpresojnë të ardhmen shumë shpejt do hinë edhe ato në punë, edhe e kompletojmë komplet. Megjithëse ne e kemi të kompletuar, por e kemi detyrë që o kemi dhënë fjalën, sepse ata njerëz duhet të jenë në punë. Është shumë e vërtet që duhet koncertojnë, ansambli duhet koncertoje, por do të dalte ajo që ne buxhet shumë nuk kemi për koncertu. Edhe kaq sa kemi, qaq më bëjmë. Për vitin 2026, shpresoj që Zotit na përshëndet edhe do të koncertojmë më shumë dhe do të bëjmë koncerte në për qytetet e Republikës Maqedonisë së Veriut, qoftë edhe në Prilep, qoftë edhe në vende që mendojmë të ardhmen që do të kemi një bashkëpunim mes ansamblit Tanec, ende nuk është bë kjo do me thënë që sakt do të bëhet, po jemi në diskutim që të bëhet një koncert i përbashkët, një koncert ne programin tonë ata që nisin pakës ma ndryshe ta kuptojmë jetën, sepse duhet. Që të ketë sigurisht edhe bashkëpunim edhe për të sjellë edhe këngë dhe valle nga të gjitha trojat. Zoti Rexhepi, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të vazhdojmë pak edhe mbas edhe për disa detaje të tjera të shkurtra për koncertin. Shkëputemi për pak e rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj sigurisht që t'jem këtu me drejtorin e ansamblit të këngëve dhe vallëve popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut për të folur pikërisht edhe për koncertin, por gjithashtu edhe për punët e ansamblit. Dua t'ju pyes sepse folëm sigurisht për çfarë do të ketë, treguat pak a shumë se çfarë do të presë publiku sonte në koncert, por më thoni pak, do të jenë këngët origjinale ashtu siç kanë qenë, se folëm për atë pjesën që këto këngët tona popullore ndonjëherë edhe i modernizojmë deri diku, por që sonte ja do të kemi origjinalitet të plot. Sigurisht. Kënga nuk është shprek, as pak, do të thënë, si mbas këngës, normal ne kemi qenë tek kompozitorët të cilët kanë nxjerrë me nota, sepse i kemi të gjithë orkestrat që janë pjesë e orkestrit, janë gjithë që lexojnë nota, edhe kështu që origjinalitetin e këngës e kemi mbajtur. Si kanë qenë deri tash kur është marrë vesh në momentin që ka dalë se do të jetë koncerti, si kanë qenë reagimet e publikut, çfarë prisni në fakt edhe nga publiku? Mendoni se mjaftueshëm i njohin pikërisht këto ikona edhe publiku, edhe të rinjt, edhe më të vjetrit, pse jo? Besoj që të vjetrit i njohin, nuk diskutohet. Të gjithë janë rritur me Nuk e muzikën e njeh tyre. Haxhiun edhe vëllezrit Dervishin, njëkohësisht edhe vëllezrit Sejdiu. Po, gjatë këtyre koncerteve do të ketë edhe rini. Ato rinia që do vinë në atë koncert, do shohin sepse kush është Haxhiu, kush është vëllezri Sejdiu dhe kush janë vëllezrit Dervishi. Pikërisht bëhen këto koncertet që të afrohen më shumë. Edhe ata të cilët nuk mbase nuk i kanë dëgjuar ose nuk i dinë mjaftueshëm, sigurisht që dinë. Është risi për ato të dëgjojnë këtë këngë. E vërtet. Të flasim pak për ansamblin, sigurisht ne e përmendëm ansamblin në disa biseda që kishim paraprakisht, por dua t'ju pyes sepse tashmë një vit ka që ju jeni e drejtoni ansamblin? Po, unë jam ushtrues detyre, me dhënë 6 muaj kam qenë, tash prapë 6 muaj jam. Shpresojmë të ardhmen që do hapet edhe konkursi, edhe do rregullohet edhe kjo çështje, por para se me u rregullu kjo çështje, kisha shumë dëshirë që të sistemohen edhe 4 persona të cilët ngelen jashtë, edhe mandej vazhdojmë me të ri. Nuk do të thotë që se e di se dikush do bëje pyetje, pa do ketë edhe tjerë. Patjetër që ansambli si ansambël, kur është nisë për 96 veta. Ne kemi 46. Dhe shpresoj që, jo 96, po inshallah bëhet Zoti na ndihmon neve, edhe bëhet edhe 110, edhe 120, sepse mos kese ansambli njerëz. Do të ketë, por kjo është periudha që unë nuk mund, unë shpesh e them që nuk kam shkopin magjik edhe të bëj çuditëra. Ato janë periudhat që duhet pritet edhe të bëhet diçka e mirë. Edhe punët e mira bëhen ngadalë, nuk bëhen shpejt. Sigurisht, mjafton edhe me aq në fakt që e kemi, sepse është një trashëgimi e jona që më në fund të kemi. Shqyr që e kemi, po, pikërisht. Pavarësisht kush e ka bë, është për respekt që e ka bë, edhe ne duhet ta ruajmë. Nuk do të thotë që e ka bë dikush, ne duhet ta prishim. E ka bë, ne duhet ta ruajmë. Edhe duhet ta zhvillojmë normal si duhet.
sigurisht, sepse zhvillimet janë gjithmonë aty, kështu që duhet gjithmonë mundet mire më mirë, sigurisht, edhe atë presim, shpresojmë edhe mbështetjen edhe buxhetit, pse jo, të rritet sa më shumë. Aktivitetet të shumta sigurisht që ka pasur ansambli, gjithashtu ka pasur edhe aktivitete ose pjesëmarrje edhe në vendet e jashtme, në koncerte ndërkombëtare. Cilat kanë qenë mbasi ato më kyçe që mund t'i përmendim pikërisht sot? Ka qenë Turqi, kemi qenë në Turqi, kemi qenë në Danimark, kemi qenë në Ibiza, edhe kemi qenë në Çeki. Unë nuk kam qenë në Ibiza, por më shumë që e kanë pëlqyer si festival është Ibiza. Normal Ibiza nuk diskutohet, por kemi edhe më të tjetë që të thtojmë, por avash do të bëhen gjithë. Pra ka edhe plane sigurisht edhe për të marrë pjesë edhe në fakt, festat e nëndorit kemi koncertin në Gostivar, kemi koncertin në Tetov, kemi programin e vitit të ri që do të bëhet në Radio Televizionin e Prishtinës, kemi koncert në Gjakov, kemi performancë që do bëhet në Turqi, që kemi shumë, s'di cilën të thëmë para. Pra nëntori do t'jeti mbushur edhe me aktivitete dhe për ju do t'jeni në lëvizje. Nëntori dhe dhjetori do t'jeni edhe ju gjithkohës në lëvizje. I përmendëm sigurisht to koncertet që thatë më herët ose festivalet në ndërkombëtare ku keni marrë pjesë. Më thoni pak si priten këngët dhe vallet shqiptare në vendet e huaja? Shumë interesant sepse unë kam këndu një këngë Zullu Fetaishës në Çeki. Aty drejtoresha u mahnit me folklorin ne që i kemi. Edhe është shumë e vërtet, sepse ne kemi valle shumë bukra. Nuk e di sa keni ndjek festivalet e atyre që i bëjnë atje. Kanë disa valle të thjeshta, kurse ne kemi valle burimore, valle interesante që ngre prej vendit. Të rënda kështu. Po të rënda, edhe ajo u emocionu shumë, tha shumë e bukur, tha unë në mot, tha prap duhet vini ju. Por atë këngën e këndova unë, në bashkëpunim me këtë grupin, edhe lujtëm vallën e Karadakut, që është një vallë shumë e rëndë, shumë e bukur, me shumë motive të ndryshme që ka brenda, dhe ai njëri i cili e kupton, dhe priten shumë mirë priten sepse vallet edhe këngët i kemi me shumë vlerë artistike brenda, edhe normal që kemi, edhe orkestrin e kemi shumë të mirë, në të cilën ata ekzekutojnë kështu perfekt, edhe këngëtarët, të gjithë këngëtarët i kemi shumë të mirë, po njëkohësisht edhe vallëtarët. Po shpresojmë që edhe ato 4 kur do hyjnë, unë do jem shumë rahat. Sepse pres edhe ato 4 të hyjnë, edhe mandej, sepse e theksova pak më parë dhe nuk e përfundova. Neve na duhen edhe këngëtar, por neve na duhen edhe vallëtare. Na duhen vallëtare, neve s'paku na duhen 17 vallëtare. Sepse duhen vajza. Neve na duhen edhe orkestër. Kemi nga një, ku nuk është klarineti parë, është klarineti dytë, ku nuk është gitarja parë, është gitarja dytë. Po shpresojmë me Zotin para, me kur ka shkruajt Zoti dhe rregullohet çdo gjë. Po, të bëhet sa më shpejt. Megjithatë ju bëni bashkëpunime me ansamblet të tjera në raste kur. Po, ne bëjmë me ansamblin e Kosovës, bëjmë me ansamblin e Shqipërisë, por më shumë kemi pas bashkëpunim me Shqipërinë. Sigurisht. Ne folëm për atë për brezin e ri se sa të interesuar janë, por çfarë mendoni se mund të bëhet më tepër në këtë kohë moderne, në këtë kohë ku të rinjt çdo gjë e shohin, drejtohen nga muzika angleze, drejtohen nga muzika komerciale, e harrojnë pak folklorin shqiptar. Çfarë mund të bëhet më tepër? Më tepër mund të bëhet kështu. Të gjitha shkollat që janë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pa përjashtim, Tetov, Gostivar, Shkup, kujdi çfarë, pse mos vinë një vizit t'i bëjnë me fëmijët në ansamblin e këngëve dhe valleve të Republikës Maqedonisë së Veriut. Dhe ne e kemi për detyrë që aty në fëmijëve të bëjmë një mini koncert. Pse shembull ato të marrën rrugën edhe të shkojnë një ekskurzion, mos më keq kuptoni, të shkojnë dalen dikundi, të rinë, të ftofen, kur që të vinë tek ne kemi sallën edhe ulen edhe ndëgjojnë një koncert, edhe kjo ishte më e bukur për mua, mendimi im. Besoj që do ta dëgjojnë këtë drejtoritë e shkollave dhe lirisht mund të bëjmë një bashkëpunim që ne çdo herë kur të vinë ato, kur të mendojnë që shkolla dahen, ne kemi për detyrë të bëjmë koncert. Me veshje kombëtare, me këngë e me valle. Kjo duhet bëhet patjetër, vizitat në përshkolla duhet të imponohen pak më tepër. Vizitat, do me thënë shkolla,
po e marrëm kushtimisht një shkollë Ismail Qemali, sot do të vije në ansambël. Ansambli e ka për detyrë dale koncert para fëmijëve. Jo një klasë, po të gjithë shkolla, sa janë ato, ose mund t'i ndajnë, klasë e parë, 2, 3, ne e kemi për detyrë atyne, se ne jemi pasqyra atyne. Unë shpresoj që do bëhet kjo, por ti mbarëm që këto koncertet dhe shpresoj që unë personalisht dhe shkoj shkollë në shkollë. Po, sepse mu më dhem kjo. Prej të fëmija im e deri të fëmija gjithë. Sigurisht ka munges, me të vërtet ka munges për të gjitha, jo vetëm në aspektin e ansamblit, për këngët dhe vallet, por gjithashtu për të gjithë pjesën e trashëgimisë kulturore, ka munges, nuk qohen fëmijët në muze, të vizitojnë ansamblet të ndryshme. Edhe atje duhet shkojnë ato, nuk do të thotë që mos shkojnë. Por, pike parë është ansambli, ne jemi pike parë, edhe duhet fëmijat vije, pavarësisht se është në shkollë tullët, klasë e parë. Ne kemi për detyrë të bëjmë koncertin, që ajtë shofe diçka 3, sepse nuk e ka pa ende. Unë e shpresoj dhe inshallah shkon në veshin e çdo drejtorit të sicilës shkollë, po nëse ka nevojë, do marrëm edhe sektoret e arsimit, do bisedohet, po nëse ka nevojë, unë personalisht do shkoj në Ministri të Arsimit që me të vërtet bëhet një gjë e tillë. Se dhe jetë shumë e mirë për fëmijët, dhe largohen nga telefonët, dhe largohen nga gjonat që i shohën për ditë. Edhe të fillojnë edhe ta duen, sigurisht edhe folklorin shqiptar. Si e shihni pak edhe këtë pjesën e shoqatave kulturore? Shembull, unë të paktën kur kam qenë më e vogël në shkollë, në çdo shkollë, në çdo fshat ka pas edhe shoqata kulturore të valleve, të këngëve, tash mungon në shkolla. Pikërisht, pjesa e shoqërisë kulturor-artistike, si Xhelat Nizaqiri e shumë shoqëri tjera, të cilat mos i dhënohen se një përmendim gjithë, shumë janë. Jo rastisht kanë punu sot që jemi ne sot. Duhet vazhdojnë që neve të na binë, unë shembull personalisht të sicilat shoqëri kam kërku nga 2 volontere. Ala askush nuk më është paraqit të më those drejtor apo jetëmir, po unë i kam 2 volontere. Sepse volonteret që vinë i pregaditen dhe para pregaditen për kur të nise pjesa për punësime i kemi gati ne. Por, ne pa me i fut 4 vetat të cilët u kemi dhënë fjallën. Ne se në bëjmë punësime 3. Pa tjetër e kemi të përfundojmë 400, edhe pastaj mandej vazhdojmë me tjerat. Unë shpresoj se do rregullohet avash, me dashuri, me respekt për njëri tjetrin, pa bisedu dhe pa fol keq për njëri tjetrin mbas shpine, sa të folim keq për njëri tjetrin mbas shpine, me të bëjmë një punë të mirë të hajrit, sepse unë kam thënë, ansambli nuk është vetëm i jetëmirit, është i krejtëve, dhe kushdo që mendon që t'jape kontributin e vetë, urdhëro e ke aty, si volonter. Por ansambli nuk ka buxhet për këtë Maqedoninë, ajo është e dame, por t'japësh një kontribut, une kisha qenë, mos kisha qenë në ansambël, janë të gjithë mrenda në ansambël, janë vendet e zonta, unë do kisha shku dhe kisha dhënë një kontribut. Sigurisht. Se asgjë nuk është, nëse dikush afrohet, një klarinetist, vije shembull, t'jape një kontribut si volonter, ose një gitarist, pavarësisht pi kaosh, pi tetove, pi shkupi, pi kumanove, t'jape një kontribut sepse për ne është një ndihmë shumë e madhe. Po shpresoj që do kemi një marrëveshje me njerëzit edhe do ta bëjmë. Do të ketë diçka të tillë. Kjo në fakt është edhe një mesazh sepse çdo gjë që ka filluar dhe më herët çdo gjë ka filluar vullnetarisht. Askush nuk ka marrë para për të krijuar diçka. Ja pra, ju ku keni qenë në cilën shoqëri, edhe ju keni qenë vullnetarë. Po. Edhe unë kam qenë 33 vjet vullnetar. Kështu që nuk do të thotë se unë jam shkrim, ja ku jam. Bile, unë jam kultivu si artist prej aty. Jam gatu si artist edhe jam pregadit që të dalë në skenë. Dhe unë sot jam në skenë. Sepse përvoja e bënd vetë. Sigurisht. Edhe kur bëhet fjalë për çështje kombëtare, asnjëherë nuk duhet ta kursejmë veten në fakt. Duhet gjithmonë pse aty ku mundemi të ndihmojmë edhe vullnetarisht, duhet gjithmonë të jemi të gatshëm për çështje kombëtare, sidomos. Duke qenë se jemi në fund, cili do të ishte një mesazh që do të kishit për të gjithë ato të rinj të cilat duan të vazhdojnë pikërisht këtë lloj muzike, të ruajnë folklorin, të merren me muzikë popullore shqiptare. Unë mesazhin do të jap të rinisë se mos bëhem shumë kështu strikt, por mirë do ishte të ndjojnë pak muzikë folklorike, sepse ne jemi shqiptar
në fund të fundit, instrumenti jonë i parë është çiftelia. Sigurisht. Dhe identiteti jonë nuk duhet... Nuk duhet zhduket, nuk duhet humbet asnjëherë. Flamurin veç nalt. Edhe këngën shqipe vetëm nalt. Sigurisht. Faleminderit shumë edhe një herë që ishit pjesë e emisionit. Shumë suksese edhe sonte. Besoj që do të jetë salla e mbushur, kështu s'kam dyshime për këtë. Edhe bëjmë një ashtu publike që jeni të ftuar sonte në koncert, kushdo që të vijë është i mirëseardhur. Sigurisht. Faleminderit shumë edhe një herë. Respekt, faleminderit juve.